Kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Ndoshta është e pamundur dhe pa imagjinueshme që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë, kritikuar, gjuajtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilë është thelbësor dhe nuk kam turp ta them që aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhin në rrugë, 3 gjëra i kam të panegociueshme dhe që do t'i vëj në zbatim. Në radhë parë do të kenë të gjithë përkushtimin e tim maksimal gjatë 24 orëve, nuk është fjala gjatë 24 orëve që them në kuptimin që fizik të punimit të 24 orëve, por telefoni im do të jetë i hapur dhe nëse do të gjehet një moment çast vetëm i mbyllur nga kryeministri i Shqipërisë, ministra Zona Ibrahime apo kushdo kryeinspektor apo kushdo qytetar që do të bie telefoni dhe nuk do të përgjigjem dhe nuk do të jem në çast i